Fatën duhet me zgjedh vetë, por duhet me kene edhe pëlqimi prindve, se duhet me bashkëjetua, duhet me jetu zbashku, duhet me pas një mirë kuptim, duhet me pas sjelljet e mira, edhe vajza që vjen në shtëpi për shembull kur dëgjoj jo fjalë të mira që ka fol për shembull baba i djalit ose nona, atëherë nuk ka sjellje të mira, po fati njeriu nuk dihet kanë herë edhe mos e kanë të mirë, por kur kanë sjellje të mira, e zbukurojnë edhe vendin, edhe nejnë, edhe këtë, edhe po jam tash gjysh, i kam 2 nipe në mes, edhe jam shumë i kënaqur edhe po tregoj për nipin që kam të madhin, ato më shojnë komt edhe du për stej për mi. Ma mirë është vetë me ta gjetë edhe për shkak që mos më mujt tani mua nkue, unë ndikon kështë e gjanë vetë, shumë ma mirë. Nëse e gjenë vetë, atë duhet edhe miratimi i prindit? Normal që po, do të më konë dakord edhe familja, kur të gjoj se do mund që a i rob jetën që aty edhe me familja, sa në normal që do të më konë edhe familja, në që ose nuk janë familjas... Nëse nuk pajtuot familja me ato që Valla, unë s'kisha unë më vazhdue. Jo, se mos të familja dakord, jo, se prind janë gjithë shka nuk. Vetë, me zgjedh vetë. Po jo sa i përket fatit juj, a e këni zgjedh vetë apo ka qenë me mësit? Jo, vetë, unë kam 42 vjetë martesë vetë e kom gjithë. Po nëse prindi kishin kundër, asoj zgjedhjes tu, qa kështu po? Kisha një gëvot fatin tim që kom zgjedh vetë. Sepse unë nuk kom e jetu me ta, unë nuk kom e pas të keqen edhe të mirë me ta, kështu që... Ndërhyrja e familjes duhet me qenë prej fillimit gjatë edukimit. Çajo është ndërhyrja e familjes. Me eduku si duhet, me eduku për smari, me eduku edhe me njohuri, po edhe me edukat. Gjithashtu me u përmbajt edhe elementet e cilësisë kombëtare. Çfarë detyre kanë prindërt? Ne jemi kombi vogël. Në marteset me kombi tjera tretin. Prandaj është humbja kombëtare. Jo pse s'kemi kulturë, duhet kulturë, por nuk jemi Amerikë. Po, unë e kom zgjedh vetë, që një si më është e kom zgjedh. Vetë e kom zgjedh dhe... Nuk ka qenë me mësit? Jo. Po sot, për shembull, fëmijës t'juj, kështë dash me marrë edhe miratimin e juj, apo me e gjetë vetë? Jo, gjatë edukimit të fëmijëve, kom të regu që ka duhet njëtë, që ka duhet kërku e kejtë të sënë, dhe zgjedha ka qenë e tyre, dhe nuk kemi zhgënjur.